Rama ra në kurthin që na ngriti ne. Në muajin maj ka qenë, ai bëri një plan shumë interesant, shumë inteligjent, me atë që ne themi çufot e tij, ekspertët e tij. Dhe plani i tij ishte që do ngriheshin ambientalistët, komunistët, LGBT-t, feministët, të bëjnë atë që bëhet në Amerikë, dalin gjithmonë kundër Trump. Dhe Rama me anë të Sorosit do prodhonte një Rama avokat mbrojtës të Trumpit përballë atyre që kundërshtojnë gjithmonë Trumpin. Pra, ti thua nisja e protestës ishte iniciuar nga Rama? Jo nisja e protestës, nisja e përballjes, e përplasjes, sepse ditën e shtunë, në datën 31 maj, duke e mbaj më 30 maj. Po, ka qenë ditë e fundit të maj. Po, dita e shtunë, ati doli situata e shkontrollit. Ai ndërtoi një kauz që Edi Rama i Sorosit, që nga Edi Rama i Donald Trump. Dhe në Amerikë do përcillej, ja, Trump, Rama kanë të njëjtën palë përballë. Feministët, LGBT-t, komunistët, Antifat, Black Lives Matter, pra ky komunitet. Dhe Rama e kishte menduar këtë gjë që doja hidhte, duke dalë burri mirë vetë, Soros i prodhonte protestën, dhe në Amerikë ai do konsiderohesh, po, ja, ky është një njerëz si ne, është i joni. Ajo që kishte llogaritur Rama ishin dy faktorë të çuditshëm. Faktori A ishte një fotografi me inteligjencë artificiale, e cila tregonte zvërnecin me flamurin e Izraelit, që thoshte këtu nuk kalohet sepse ky është kufiri i Shqipërisë dhe këtu fillon kufiri i Izraelit.